sa e merr rrogën, ky djali i thot 500 euro. Dhe ky burri i thot, unë e njoh pronarin tënd, pse ka çpak ta jep ka rrogën, ti e bën një punë shumë të vështirë. Një burr e takon një djalë të ri dhe e pyet, ku punon? Ky djalë i ri me dashamirësi i thot se punoj në një vend caktuar, në një firmë caktuar. Dhe ky burri e pyet drejt për drejt, sa e merr rrogën? Ky djali i thot 500 euro. Dhe ky burri i thot, unë e njoh pronarin tënd, pse ka çpak ta jep ka rrogën, ti e bën një punë shumë të vështirë. Dhe ky burri shkon. Ky djali ka qenë rahat dhe i kënaqur me rrogën cilën e ka marrë. Dhe shkon në shtëpi dhe mendohet, të nesërmën në mëngjes, në sabah, shkon i thot pronarit, a mund të marritesh rrogën time? Dhe pronari e refuzon, i thot jo. Dhe pastaj ky djali i ri i thot, unë nga sot nuk vi në punë. Këtu mbaron ngjarja. Çfarë përfituam nga kjo ngjarje? Ai burr i cili erdh i tha këtij djalit se sa e ke rrogën, në atë moment ja futi brenda kokës së tij, brenda mendjes së këtij djalit të ri, ja futi një shejtan, disa dyshime, disa mendime që nuk do t'i kishin shërbyer në jetën e tij. Dhe në atë moment ky djalë e dëshproi dhe e la edhe pa punë. Ishte mirë, kishte një rrogë, ndoshta edhe e vogël, por s'paku e kishte një rrogë caktuar. Tani ai djalë nuk punon. Përfitim nga kjo ngjarje është ta pyetësh veten tënde. O ju dashur, sa nga fjalët e juaja që ja thoni të tjerëve i gëzojnë apo i dëshprojnë të tjerët? Sa nga fjalët e juaja ju fusin dyshime dhe ju fusin fitne brenda mendjes së njerëzve të tjerë? Pyet në veten, sa është fjala jote dhe gjuha jote e dobishme për tjerët, apo mos dash Zoti, kur mos bëhet gjuha juaj të jetë gjuhë e vrazhd, arrogante, gjuhë që sjell vetëm pesimizëm, ja shkatron dikujt punën, ja shkatron derin, ja shkatron ardhmërinë. Pse? Se ti nuk e ke menduar gjatë. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, kush mi garanton dy gjëra, ja garantojnë xhenetin. Njëra prej dy gjërave është atë që e keni mes buzëve tuaj, gjuhën tuaj. Nëse e garantoni gjuhën tuaj, dijeni se jeni vetëm se duke shkuar rrugës drejt xhenetit. Andaj dashur vëlla dhe nderuara motër, mendoje mirë, shumë mirë mendoje fjalën kur ja thu dikujt tjetër. Mos mendo vetëm të nxjerrësh fjalë nga goja jote, por mendoje mirë, sepse një fjalë e jotja mund ta ndam burrin nga bashkëshortja. Një fjalë e